Khamenei deklaron hapur se dëshiron që Izraeli të shkatërrohet. Ai personalisht dha urdhrin për të goditur spitalet. Shkatërimin e shtetit të Izraelit e konsideron qëllimin e tij. Një njeri i tillë nuk mund të lejohet më të ekzistojë. Sulmi iranian ndaj spitalit në jug të shtetit të Izraelit rrit sërish tensionet mes dy vendeve, në një kohë kur Shtetet e Bashkuara po peshojnë opsionet dhe është pothuajse gati të përfshihet në krah të Izraelit. Burime diplomatike amerikane bëjnë të ditur se Donald Trump ka shqyrtuar planet e sulmit ndaj Iranit, por po pret të shohë nëse Teherani tërhiqet nga programi i tij bërthamor. Edhe pse më para i tha se durimi i tij ka mbaruar tashmë me Iranin, Trump tregoi se ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar për përfshirjen e SBA-s. Trump i bëri këto komente disa orë pasi lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei i hodhi poshtë thirrjet për të dorëzuar përballë bombardimeve nga Izraeli dhe paralajmëroi se SBA-ja do të pësojë dëme të pariparueshme nëse përfshihet ushtarakisht. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin dhe homologu i tij kinez Xi Jinping bën sërish thirrje për një zgjidhje diplomatike të konfliktit mes Izraelit dhe Iranit, në atë që po shihet si një mesazh për Donald Trump që SBA-ja të mos i bashkohet luftimeve. Në Europë po bëhen sa kaq përpjekje për ta rikthyer Iranin në tryezën e negociatave mbi programin e tij bërthamor. Të premten, ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës dhe Britanisë së Madhe, si dhe përfaqësuesja e lartë e BE-s për punët e jashtme Kaja Kallas, do të takohen me ministrin e jashtëm iranian në Gjenevë. E sipas burimeve, këto negociata bëhen me mbështetjen e administratës amerikane. Kush do të prevalojë në konfliktin e nxehtë të lindjes së mesme, armët apo diplomacia? Sa të gatshme janë fuqitë e mëdha të zgjidhin konfliktin pa pasoja bërthamore, apo do të rivalizojnë për të treguar fuqinë e tyre? Mirëmbrëma në Top Story. Një interes i jashtëzakonshëm i publikut shqiptar për të kuptuar shumë më qartë në cilën situatë ndodhemi. Kemi një krizë e cila mund të çojë në një eskalacion të rrezikshëm për gjeopolitikën, për botën, për ne në tërësi apo jo, dhe nuk është një çështje informacioni apo analize apo dienie, është një çështje ekzistenciale në vetë të parë. Pasi kemi lajmëruar sot në Top Channel që do të kemi një ekskluzive të drejtë për drejtë me një nga eksponentët dhe protagonistët më të lartë të mbrojtjes dhe sigurisë së Izraelit, General Amir Avivin, që e kam drejt për drejt në lidhje, ka pasur gjithashtu, dhe duhet thënë kjo, jo vetëm komente, interes, qëndrime dhe ndasi të forta, ka pasur pyetje nga më të ndryshmet të ndara në bloqe shumë të strukturuara, që tregon që publiku shqiptar është krejtësisht në interes të dorës së parë, ndoshta si rrallë herë edhe me politikën e vetë të brendshme. Kam kënaqësinë ta kem generalin Amir Avivi drejt për drejt, edhe është e veçantë kjo kënaqësi për nga niveli i interesit dhe i profesionalizmit dhe i pyetjeve të drejt për drejta që do të ndajmë sonte në Top Story. Mirëmbrëma, kënaqësi që jeni me ne. Good evening. Happy to be here. Mirëmbrëma, kënaqësi që ndodhem këtu. Më lejoni që të jem në on time, pra të jem në kohë reale me kronologjinë e ngjarjeve, do t'ju marr 2 minuta nga koha juaj për t'i dhënë publikut atë që ka ndodhur në këto çaste, ndërsa ne hynim në transmetim të drejtë për drejtë sa i përket zëdhënëses së Shtëpisë së Bardhë mbi atë çka po ndodh midis SBA-ve, Izraelit dhe Iranit. E ndjekim për të qenë plotësisht të inkorporuar në situatën aktuale. Bazuar në faktin se ekziston një shans i konsiderueshëm për negociata që mund të zhvillohen ose jo me Iranin në të ardhmen e afërt, unë do të marr vendimin tim përfundimtar brenda 2 javëve të ardhshme. Brenda 2 javëve të ardhshme. Përpara se t'ju pyes për qëndrimin amerikan, do t'ju pyes zoti Avivi për pse tani Izraeli vendosit të godas Iranin, ndërkohë që ka që në vitet 90 që diskutohet rreziku nuklear që përmban dhe përbën Irani në atë rajon. Pse tani? Well,
Irani e ka zgjeruar këtë program bërthamor për shumë vite, por me një ritëm të ngadaltë. Më së shumti është mbështetur tek strategjitë, tek komunikimi që ka pasur me të gjithë satelitët e tij, me Hamasin dhe me satelitë të tjerë në Siri. Dhe është përpjekur që këto ta ruajnë regjimin, ndërkohë që ai vazhdonte me planet bërthamore. Por pasi Izraeli shkatëroi këto satelitë të tij, Irani u bë tërësisht i cënueshëm dhe pikërisht në këtë fazë, kur u shkatërua veriu, Irani vendosi që të lëvizte me shpejtësi drejt dy objektivave. Njëri ishte të krijonte 9 armë bërthamore dhe tjetri ishte të prodhonte 300 raketa balistike në mënyrë që të sulmonte Izraelin në një sulm madhor të kombinuar me armë bërthamore. Dhe këto armë nuk ishin krijuar vetëm për të rrezikuar Izraelin, por për të rrezikuar që të gjithë Evropën, Shtetet e Bashkuara. Ky regjim kërkon një dominim global dhe jo vetëm Izraelin. Pra, ju po i thoni audiencës edhe botës që nuk është sepse keni dobësuar ju satelitët si Hamasi e të tjerë, por është sepse për arsye të dobësimit të këtyre satelitëve, është vetë Irani që ka përshpejtuar zhvillimet nukleare dhe ndërtimet nukleare të armëve të rrezikshme? Pra janë ata që ecën më shpejt që nga 90-ta dhe ecën më shpejt këto 2 vite? Nuk jeni ju që i keni dobësuar satelitët e tyre dhe tani po godisni taktikisht? Sikur se e thash, pas dobësimit të satelitëve, Irani filloi të përshpejtonte prodhimin e kapacitetit të vet bërthamor. Izraeli e kuptoi këtë se nuk ka më kohë dhe kështu qeveria e Izraelit vendosi një objektiv të qartë para 6-7 muajsh që të bëheshim gati për të sulmuar zonat ku ndodheshin impjantet bërthamore deri në fund të prillit. Dhe në fund të prillit Izraeli ishte i gatshëm ta bënte këtë. Megjithatë, ne pritëm dhe i dham një mundësi presidentit Trump që të zhvillonte bisedimet diplomatike. Sikurse e dim, i dha në dispozicion 60 ditë për të arritur në këtë marrëveshje për reduktimin e zonave dhe të impjanteve bërthamore dhe të pasurimit të uraniumit. Mirë po e dim që nuk e pranuan këtë. Dhe pas 60 ditësh, Izraeli e ndërmori këtë sulm në formën më të surprizuese, në formën më të mahnitshme. Dhe Izraeli përdori teknologjitë e fjalës së fundit që janë për te imagjinatës. Kjo që po ndodh nuk do të ndikoj vetëm këtë moment, por Izraeli do të ketë përparësi ndaj të gjitha vendeve të tjera. Dhe sidomos duke qenë me shpatulla pas muri, ne arritëm që të kemi këtë avancim të madh. T'ju pyes, në rast se heqim rolin e Shteteve Bashkuara të Amerikës në një skenar që nuk e keni në mbështetje luftarake Amerikën, ndërkohë që u shty, siç edhe pam, me 2 javë afati për një negociatë diplomatike. Si qëndron balanca ushtarake midis Izraelit dhe Iranit? Në rast se do të ishit ju përballë Iranit, Izraeli përballë Iranit, cilat janë balancat ushtarake të dy vendeve? Së pari është e rëndësishme të themi se Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara janë plotësisht të koordinuara gjatë gjithë kohës. Shtetet e Bashkuara e ndihmojnë Izraelin në forma të ndryshme. Ndoshta jo duke sulmuar Iranin për momentin, por po ndihmon shumë Izraelin, duke furnizuar me municione për mbrojtjen, me inteligjencën. Dhe përfundimisht ka shumë bashkëpunim mes Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara. Tani Izraeli, brenda 2 ditësh sulmesh, ka arritur të shkatërojë që të gjithë mbrojtjen ajrore të Iranit dhe Izraeli dominon hapësirën ajrore të Iranit. Kjo do të thotë se Izraeli mund të bëjë çfarë të dojë, kur të dojë, si të dojë ta bëjë dhe brenda 2 ditësh ne kemi përcaktuar kushtet për një fitore vendimtare ndaj Iranit. Tani është vetëm çështje kohe, derisa Izraeli të arrijë të gjitha objektivat e luftës. Nuk do të dojë shumë kohë. Izraeli nuk do të bjerë dakord për një luftë të zgjatur, por do të mbyllë një luftë shpejt. Në qoftë se Izraeli nuk
Në qoftë se Shtetet e Bashkuara nuk bashkohen me Izraelin, Izraeli është i mundur që ta zhvillojë vetë këtë luftë. Ne kemi të gjitha mundësitë, kemi kapacitetet, ne kemi të shënjestruar kapacitetet balistike dhe fabrikat bërthamore. Dhe objektivi aktual është që të rrëzojmë regjimin, sepse kjo është çështja kryesore. Pra, ju mund thoni që ekziston një determinizëm apo një përcaktim i qartë që do të vazhdojë nga ana e Izraelit ky lloj goditje, kjo lloj betejë për të goditur regjimin, pavarësisht nëse SBA-t mund të tërhiqen nga lindja? Nuk është vetëm vendosmëri, por është edhe aftësi, është kapacitet. Izraeli ka kapacitetet që të ketë një fitore vendimtare kundër Iranit shumë shpejt brenda një kohe të shkurtër. Por është më së e qartë se në qoftë se Shtetet e Bashkuara bëjnë pjesë e kësaj lufte, lufta do të mbarojë më shpejt dhe mbi të gjitha do të dërgohet një mesazh i qartë edhe Rusisë, edhe Kinës, se Shtetet e Bashkuara kanë vullnetin që të luftojnë për krah aleatëve të tyre. Kjo është thelbësore nëse do të parandalosh marrjen e Tajvanit nga kinezët apo në qoftë se vazhdon agresioni rus ndaj Evropës. Sa i përket Në qoftë se nuk është qëndrueshmëria e Shteteve të Bashkuara, atëherë me siguri do të gjendemi përballë shpalljes së luftrave në vende të ndryshme të botës. Sa i përket bashkëpunimit me vendet arabe, e qartë sa i përket marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara, kontributit tyre deri tani nuk ka nevojë të pyes më sepse e qartësuat vet. Ju thoni që janë SBA-t në bashkëpunim me Izraelin, pavarësisht se jo në mënyrë të drejtë për drejtë, po në mënyra të tjera. Thënë këtë, sa i përket bashkëpunimit të vendeve arabe, bashkëpunimeve me botën arabe, nuk e shikon Izraelit të mundshme apo të arsyeshme që të rrisë aleancat me botën arabe, ndërkohë që duket që në këto momente është i fokusuar të mos ketë aleanca? Që të gjithë e dim se në mandatin e parë të presidentit Trump u ra dakord për një marrëveshje paqeje me vendet e rajonit. Arsyeja pse u arrit kjo marrëveshje paqeje ishte për të marrë me Iranin. Dhe Izraeli është i vendosur, do të qëndrojë fort dhe mund të ndihmojë me teknologji, me aftësitë dhe gjithashtu do të ndihmojë për të sjellë edhe begati në kuptimin ekonomik. Unë mendoj se pas kësaj lufte dhe pas fitores vendimtare të Izraelit ndaj Iranit dhe në Gaza, ne do të kemi një marrëveshje të qëndrueshme me Arabinë Saudite. Arabia Saudite është udhëheqësja e botës sunite. Normalizimi i marrëdhënieve me të dhe me të gjitha vendet e tjera muslimane deri në Indonezi do të krijojë një korridor tregtie që do të lidhë Emiratet e Bashkuara Arabe, Indinë, Arabinë Saudite dhe Izraelin dhe kështu ne do të krijojmë stabilitet në rajon. Ky vizion i madh mund të arrihet vetëm në qoftë se ne fitojmë këtë luftë në mënyrë vendimtare. Dua të vi tek efektet në Evropë, në Ballkan. Në këtë mënyrë se si po ndahen kampet. A i shikoni një përshkallëzim të rolit të Rusisë dhe Kinës në rast se SBA-t vijojnë dhe mbajnë qëndrime, le të themi, të paqarta në përfshirjen e tyre, dhe si e shikoni rolin e Rusisë dhe Kinës në efektet e tyre në Europë, me hapësirat boshe që mund të lihen edhe në Ballkan për shkak të fokusit që ka marrë lufta atje dhe SBA-ve që kanë më pak vëmendje ndaj Ballkanit dhe Evropës tani. Dhe më thuaj, do të më thoni në rast se ishte një pyetje më e gjatë se ç'duhet ta ri. Pra, Rusi dhe Kinë, të cilët mund të penetrojnë në Europë dhe Ballkan për shkak të këtij konflikti që ka marrë gjithë energjitë e SBA-ve dhe botës tjetër.
Mendoj se në qoftë se politika e Shteteve të Bashkuara do të jetë, në qoftë se nuk na godisni ne nuk ndërhyjmë, kjo do t'rregojë një realitet ku Kina do thotë, mirë atëherë ne po marrim Tajvanin. Thjesht do pushtojmë Tajvanin, sepse e dim që Shtetet e Bashkuara nuk do të ndërhyjnë, nuk po luftojmë kundër Amerikës. Rusia nga ana tjetër mund të shprehet se unë dua të zgjeroj operacionet e mia kundër Finlandës apo vendeve të tjera. Ne nuk po sulmojmë Amerikën në fund të fundit, kështu që Amerika nuk duhet të ndërhyjë. Kjo është një politikë problematike, sepse do të thotë se Shtetet e Bashkuara nuk po qëndrojnë të fortë dhe nuk po qëndrojnë në krah të aleatëve. Mendoj se është thelbësore që Shtetet e Bashkuara të tregojnë vullnetin e tyre për të luftuar. Dhe Izraeli i tregoi se cilat janë kushtet për një operacion të shënjestruar mirë. Sulmi i Iranit nuk është fillimi i një lufte. Sulmi i Iranit do të thotë japësh fund luftës dhe të sjellësh stabilitet, të sjellësh begati dhe gjithashtu edhe një mundësi që jepet botës për një stabilitet, sepse globi sot nuk është në një gjendje të stabilizuar dhe ka nevojë për leadership dhe ne kemi nevojë në këtë epokë për Churchill dhe jo për Chamberlain. Ne kemi nevojë për zgjidhje. Do t'ju pyes nëse vërtet besoni që rënja e një regjimi me forca ushtarake do të sillte një regjim i cili do të ketë më shumë demokraci. Shembujt për këtë në botë nuk kanë qenë gjithmonë më të mirët. Në fakt kemi rrezikuar një riardhje të regjimeve, është rrezikuar, është rrezikuar një riardhje e regjimeve më të forta pas goditjeve ushtarake të regjimeve të mëparshme. Megjithatë, kjo është një çështje për Iranin, dua të marr maksimumin nga ju sa i përket Ballkanit, të cilin gjithashtu e njihni. Shqipëria në këtë Ballkan është një ndër vendet që e ka përjashtuar ambasadorin e Iranit ndër të parat. Ju e keni kuptuar këtë si një kooperim dhe një qëndrim pro-Izrael të Shqipërisë, si e konsideroni Shqipërinë? Së pari, unë kam pasur mundësinë të vizitoj vendin tuaj të bukur dhe në fakt Izraeli dhe Shqipëria kanë vlera të përbashkëta dhe miqësi të madhe. Mos harrojmë se Shqipëria ka ndihmuar ebrejt gjatë Holokaustit dhe ne e vlerësojmë shumë këtë. Kjo është një miqësi e madhe të cilën ne e vlerësojmë. Dhe mund të them se çfarë po bën Izraeli sot, lufta që po bën Izraeli nuk është një luftë vetëm për të mbrojtur Izraelin, por është një luftë për të mbrojtur qytetërimin perëndimor, për të mbrojtur edhe Ballkanin, për të mbrojtur Shqipërinë, për të mbrojtur vendet e tjera të Evropës. Raketat balistike të Iranit mund të mbulojnë që të gjithë Evropën, sepse Irani kërkon dominim global, kërkon që të gjithë t'ju përulen atyre. Dhe çfarë po bën Izraeli sot është të krijojë një botë më të sigurt për të gjithë. Ju përmendët që marrëdhëniet e Shqipërisë me popullin hebre, me Izraelin sot janë të gjata, në fakt janë pa marrëdhënie diplomatike, pa marrëdhënie shtetesh, atëherë kur goditja naziste ndaj komunitetit hebre konsideroi genocid dhe shqiptarët ishin ndër ata popull të cilët nuk dorëzuan asnjë hebre tek nazistët. E konsideruan këtë, pavarësisht se janë një nga popujt me majoritet musliman, e konsideruan këtë një humanitet që e kishin në vlerat e tyre dhe e kanë në vlerat e tyre të besës. Ju them që në këto ditë të sulmeve të Gazës ka një përshkallëzim të solidaritetit të shqiptarëve sa i përket krizës, masakrës humanitare që ndodh në Gaza me fëmijët e Gazës. E shqiptarët e kanë të njëjtën ndjesi solidariteti, humanizmi dhe kanë nisur madje protesta të vogla për ato që quhen masakrat e fëmijëve në Gaza. Thënë këtë, ju e justifikoni nga pikpamja ushtarake atë që po ndodh në Gaza si vetëm një vepër ushtarake dhe si një avancim ushtarak dhe si mund të ndalojë masakra humane përkundrejt avancimit ushtarak, duke mos prekur atë që është, le të themi, kredencialet e moralitetit perëndimor të Izraelit. Sepse ju e njihni Gazën, ju keni qenë atje dhe më shumë se sa t'ju a bëja juve këtë pyetje, ndoshta s'do të kisha një shans tjetër. Izraeli është një vend i paqes, është një vend i sigurt, është një vend i paqes. Izraeli është një vend i sigurt, është një vend i paqes. Izraeli është një vend i sigurt, është një vend i paqes. Izraeli është një vend i sigurt, është një vend i paqes. Izraeli është një vend i sigurt, është një vend i paqes. Izraeli është një vend i sigurt, është një vend i paqes. Izraeli është një vend i sigurt, është një vend i paqes. Izraeli është një vend i sigurt, është një vend i paqes. Izraeli është një vend i sigurt, është një vend i paqes. Izraeli është një vend i sigurt, është një vend i paqes. Izraeli është një vend i sigurt, është një vend i paqes. Izraeli është një vend i sigurt, është një vend i paqes. Izraeli është një vend i sigurt, është një vend i paqes. Izraeli është një vend i sigurt, është një vend i paqes. Izraeli është një vend i sigurt, është një vend i paqes. Izraeli është një vend i sigurt, është një vend i paqes. Izraeli është
So first we have to remember. Së pari të mos harrojmë, War attack unprovoked. ne u sulmuam në mënyrë të paprovokuar nga një organizatë terroriste e cila masakroi 12 persona, u preu kokën fëmijëve, përdunoi gratë, mbajti pengje qindra qytetar dhe kreu nga krimet më të tmerrshme. Izraeli hyri në luftë për të vetë mbrojtur, për të sjellë që të gjithë pengjet, për të çrënjosur këtë organizatë terroriste që ka terrorizuar Izraelin për shumë vite. Tani, Izraeli po lufton sipas të drejtës ndërkombëtare. Nuk po vret fëmijë dhe nuk ka asnjë krizë humanitare. Ne nuk mund të bijem pre e propagandës së Hamasit. Izraeli po ofron ndihmën humanitare në çdo vend dhe përpara se sa ne të organizonim sulmin, ne u bëm thirrje qytetarëve që të shpërnguleshin nga ato zona dhe ata u larguan në mënyrë të sigurt drejt zonave humanitare dhe atje shpëtuan, ndërkohë që ne luftojmë terroristët dhe nuk luftojmë kundër grave dhe fëmijëve. Dhe ashtu sikur duhet ta theksoj, ashtu sikurse po bëjmë ne në Iran. Irani po na godet spitalet, po godet Tel Avivin, po godet qytetet, ndërkohë që shënjestra jone janë vetëm impjantet bërthamore. Ne nuk mund të bijemi pre e propagandës së këtyre njësive terroriste dhe të shohim imazhe të cilat nuk po ndodhin. Nuk po ndodhin. Sa herë që ka luftë në zonat me dendësi urbane, nuk po ndodhin? Yeah, in every war is it not happening? So I'm saying we're fighting against terrorists. Unë po them që po luftojmë kundër terroristëve, jo kundër qytetarëve. Prandaj qytetarët i zhvendosëm në një zonë humanitare ku po marrin ndihmat humanitare. Dhe Izraeli në asnjë moment në këtë luftë në Gazë nuk është përballur me një krizë humanitare. S'ka pasur as zemërim, është e ashpër lufta, është ndërlikuar. Patjetër, Hamasi shkon në çdo shtëpi, ka ndërtuar tunele në Gazë dhe është një luftë mjaft e ndërlikuar. Megjithatë, ne po përmbajmë ligjeve ndërkombëtare duke mbrojtur qytetarët. Të bëj një pyetje që nuk mund mos ta bëj pas kësaj përgjigje. Si arrin Hamasi apo ata që janë të interesuar për këtë propagandë ta prodhojë këtë propagandë? Patjetër që njerëzit duan ta dinë nëse është vërtet propagandë. Do donim që të gjithë që të mendonim që nuk po ndodh një masakër humane. Si e kanë arritur ata të ndërtojnë këtë propagandë kur ka një propagandë që thot Perëndimi e ka më të mundur ta ndërtojë se sa ata. Si është e mundur që ju thoni që nuk po ndodh dhe është propagandë? Si e kanë realizuar ata këtë? All Hamas strategy is built on E gjithë strategjia e Hamasit është e ngritur mbi propagandë, mbi nxitje dhe mbi gënjeshtra. Dhe ata janë vërtet të mirë në krijimin e narrativave, të cilat janë tërësisht të rreme dhe në inskenime të rreme. Mos harrojmë se Izraeli është një demokraci e cila po lulëzon dhe për Izraelin është shumë e rëndësishme për shkak të vlerave tona hebreje. Është e rëndësishme që ne të luftojmë në mënyrë sa më njerëzore, megjithatë mbetet luftë, një luftë e ndërlikuar. Asnjë ushtri në botë nuk mund të minimizojë viktimat civile aq sa çka minimizuar Izraeli. Dhe Izraeli ka aftësitë për të minimizuar çdo dëm kolateral dhe jemi përpjekur që t'i reduktojmë këto dëme. Pjesa më e madhe e personave të cilët mbetën të vrarë në Gaza kanë qenë vrasës, kanë qenë terroristë. Mos harrojmë se Hamasi vepron shumë afër civilëve, vepron nëpërmjet shkollave, prej kopshteve, prej spitaleve dhe vetë i përdor qytetarët si mburoja njerëzore për të çrënjosur Hamasin dhe për të liruar popullsinë e Gazës nga ky terror. Ne po bëjmë një akt human dhe po bëjmë gjën e duhur. Dhe Izraeli në Gaza do të arrijë që të gjitha objektivat e luftës, ne do të çrënjosim tërësisht Hamasin, do të çlirojmë që të gjithë pengjet. Kemi akoma 53 pengje që mbahen nën tunele dhe ne do të krijojmë një realitet
që kur asnjëherë më vonë të mos ketë një ushtri terroriste në ripin e Gazës që të terrorizoj popullsinë e Izraelit apo të Gazës. General, në rast se Irani e kalon vijën e kuqe dhe Izraeli reagon dhe godet. Së pari është pyetja, a mendoni që Izraeli do ta detektoj që Irani po e kalon vijën e kuqe në kohë dhe do të reagoj Izraeli e para dhe e dyta, a rrezikohet një përshkallëzim rajonal i luftës përtej Iranit, të shkojë në rajon lufta pastaj? Irani për pak do ta kalonte vijën e kuqe duke krijuar bombat bërthamore dhe për këtë arsye ne sulmuam. Ne sulmin e zhvilluam në kohë duke e parandaluar Iranin të kalonte vijën e kuqe. Dhe tani Izraeli po sulmon në mënyrë të vazhdueshme. Izraeli dominon plotësisht hapësirën ajrore të Iranit, po shkatërron sistematikisht aftësitë e Iranit dhe ka dy pyetje të mëdha. A do të bëhet pjesë e këtij luftimi Shtetet e Bashkuara dhe e dyta, a do të rrëzojmë regjimin, sepse në qoftë se ne arrim vetëm misionin ushtarak, që do të thotë ne shkatërrojmë impjantet bërthamore, shkatërrojmë raketat balistike, por mbetet ky regjim, pas 1, 2, 4 vitesh do t'i kthehemi përsëri po të njëjtit planifikim të tyre të shkatërimit të Izraelit dhe të perëndimit. Ne jemi në një pozicion që mund ta shkatërrojmë, ta rrësojmë këtë mision. Dhe ky është këtë regjim, dhe ky është misioni që duhet të realizohet në fund, të rrësohet regjimi italian, të lirohet populli i iranian, 80% kundër këtij regjimi është popull i zgjuar që kërkon liri, nuk kërkon këtë lloj regjimi, por kërkon demokraci dhe mendoj se populli e ka mundësinë që të krijojë një të ardhme të re për veten. Do të vijojnë në mendimin tuaj të dyja goditet luftarake dhe në Gaza dhe në Iran, është në gjendje Izraeli të mbaj këtë pesh luftarake dhe këtë presion dhe të brendshëm, çfarë po ndodh me Izraelin së brendshmi dhe izraelitët si qytetar? Janë ata të lodhur nga të qenurit në këtë pozicion lufte gjatë gjithë kohën? Izraeli po vepron në të dyja frontet. Në Gazën ne kemi 4 divizione. Gazë kryesisht janë forcat tokësore, janë divizione të cilat po luftojnë, kanë dhe mbështetjen ajrore dhe nuk kanë shumë nevojë gjithsesi për mbështetje ajrore sepse ka luftime tokësore, kurse në Iran kryesisht është e përfshirë Mossadi, është përfshirë inteligjenca edhe sulmet ajrore. Të dyja sulmet në të dyja frontet po ndodhin në të njëjtën kohë. Për sa i përket popullit izraelit, është një popull i vendosur, është një popull krenar, kërkon një fitore vendimtare. Dhe ju e dini që ne jemi një komb i lashtë prej mira vitesh. Kombi ynë ka qenë prej mira vitesh në tokë. Ne kemi luftuar kundër perandorive të mëdha, edhe kundër grekërve, edhe kundër romakëve, babilonasve, asirianëve. Jemi përballur me sfida të mëdha dhe gjithsesi në fund ne kemi kapërcyer dhe kemi fituar të gjitha. Para shumë vitesh ishte një mbret pers i cili i liroi hebrejt, i lejoi që të ndërtonin tempullin e dytë. Tani hebrejt po i kthejnë nderin dhe po i lirojnë persët nga ky regjim djallëzor. Ndërkohë që nga Khamenei thuhet e njëjta gjë, që edhe sikur të jemi krejt të vetëm, ne kemi treguar një histori që bëjmë një luftë të vetëm. Ju po thoni të njëjtën, le të themi, përcaktim dhe të njëjtin qëndrim. A ka një mënyrë tjetër përveç se kapitullimit dhe dorëzimit të plot që të hyet dhe të konsiderohet negociat dhe marrëveshje, apo do të shkohet me këtë agresivitet të dyja palëve njësoj? Pra do të konsideroni vetëm dorëzimin absolut të regjimit dhe asnjë rrugë të mesme? Unë mendoj se dallimi mes asaj që them unë dhe asaj që thot Khamenei është se unë po flas në pozicionin tim të logjikës, të profesionalitetit, të lidhjes me realitetin.
Dhe ky regjim, njësoj si organizata terroriste, janë të shkëputura nga realiteti. Nuk e shohin realitetin në terren. Nuk e shikojnë faktin se kanë humbur që në 2 ditët e para. Izraeli dominon hapësirën ajrore të Iranit, ai ka humbur. Tani është vetëm çështje kohe përpara humbjes së plot. Nuk mund të bëjnë dot asgjë më shumë. Izraeli ka shkatëruar 2/3 e raketave dhe pas 2-3 javësh ata nuk do të kenë më se çfarë mjetesh ushtarake të përdorin. Dhe ne do të vazhdojmë sulmin derisa të realizojmë objektivin tonë. Ky është realiteti në terren. Nuk e di, mbase Shtetet e Bashkuara do të nxisin drejt dorëzimit dhe do ta lejojnë këtë regjim të qëndrojë. Unë mendoj se objektivi që ne duhet të arrijmë është ta rrëzojmë këtë regjim, sepse është një regjim i rrezikshëm, jo vetëm për Izraelin, por për të gjithë shoqërinë perëndimore, dhe Izraeli po i bën një nder të madh botës në mënyrë që ta heq qafe këtë regjim. Dhe pa më thënë strategjinë dhe disa konkretësi që nuk duhet i thoni dhe unë e kuptoj, ju keni qartësi që në rast se Irani dorëzohet, regjimi bie, çfarë do të ngrihet në ato gërmadha? Opozita iraniane është e gatshme, është e cilit nivel demokratik dhe kujt do t'i shërbej kjo fitore në rast se nuk është e para përgatitur situata për një marrje të pushtetit dhe mungesë të autokracisë tek ata të tjerët që do ta marrin? Është një pyetje me vend, por unë nuk e di nëse ka përgjigjen e duhur, sepse problemi i Iranit është se nuk ka një opozitë organizuar. Nuk ka një udhëheqës të qartë që t'i drejtoj, që t'i pri kundër këtij regjimi. Ne e njohim kulturën e popullit iranian, është popull i zgjuar, është popull i lumtur, kërkon një jetë më të mirë. Por kur ke të bësh me ndryshimin e regjimit, patjetër shpërballesh me shumë pasiguri. Nuk është e qartë se si do të jetë e ardhmja, apo një gjë është e sigurt. Unë nuk mund të imagjinoj asgjë më të keqe se sa ky regjim. Ky regjim ka shkaktuar vetëm mjerim në Iran, në rajon, ka ngritur satelitë, ka krijuar ushtri terroriste në Yemen, në Oman, në Liban. Po shkakton gjëra të tmerrshme, po terrorizon edhe Evropën, edhe në vende të tjera të Amerikës së Jugut, po përpiqet të marrë edhe Afrikën e Veriut, madje edhe Marokun, përpiqet që të kontrollojë të gjitha ngushticat. Është një regjim i tmerrshëm. Prandaj të kujdesemi që të zhduket. Është si të pyesësh çfarë do ndodh pas Hamasit. Nuk e dim konkretisht. Kemi disa ide, por këto janë forcat të cilat duhet të shkatërohen. Në 1945, kur Perëndimi e mposhti Gjermaninë, kur u mposhti Gjermania nga forcat aleate, askush nuk e dinte se çfarë do të ndodhte të nesërmen. Fatmirësisht, Gjermania ndryshoi për mirë, por shpeshherë ka pasiguri dhe ky është realiteti me cilin përballemi. Ju thoni s'kam parë ose s'mund të imagjinoj një gjë më të keqe se sa ky regjim. Bota është duke imagjinuar një të keqe shumë të madhe, që rrezikohet përdorimi i armëve nukleare. Ju mendoni që rrezikohet dhe në çfarë përqindje rrezikohet përdorimi i armëve nukleare? Përkundrazi, unë mendoj pikërisht sepse ne e sulmuam Iranin përpara se sa të përdorte armët bërthamore, e kemi shpëtuar botën nga një luftë bërthamore. Fakti që Izraeli sulmoi përpara se sa të montoheshin që të gjitha këto bomba, e shpëtoi të gjithë globin, sepse ky regjim do t'i kishte përdorur bombat. Njësoj si regjimet, ndryshe nga regjimet të tjera. Izraeli duke bërë këtë e shpëtoi botën nga një luftë bërthamore. Kam pasur një ekspert të sigurisë lidhje nga SBA-ja, i cili na tha që 800 metra nën tokë ndodhen, le të themi, bunker të sigurisë së lartë që nuk mund të goditen në Iran, që nuk mund të goditen nga Izraeli. Qëndron kjo apo jo? Nuk mund të shfarosen, nuk mund të asgjësohen armët nukleare që janë në ato
vend strehime ose bunkere 800 metra nën tokë. Unë mund të them se për çdo problem ka një zgjidhje. Dhe janë të shumta mënyrat se si Izraeli di t'i përballojë këto sfida. Disa prej formave janë nëpërmjet ajrit, ka dhe mundësira të tjera. Izraeli do të përdorë që të gjithë gamën e aftësive që ka për të siguruar që Iranit do t'i shkatërrojnë që të gjitha impjantet bërthamore, ose do të shohin pastaj pas disa ditësh si do të veprojë Shtetet e Bashkuara për të mos zgjatur luftën dhe për të përdorur dhe elemente të tjera për të shkurtuar këtë luftë. General, ju jeni themelues i Forumit për Mbrojtje dhe Siguri të Izraelit, jeni pjesë e luftës vet, pjesë e strategjive të mbrojtjes dhe të sigurisë. Keni kaluar nga lufta konkrete në strategji ndërsa bëni analiza dhe jo vetëm ekspertiza nëpërmjet këtij forumi. Unë nuk do t'ju pyes për këto, por dua t'ju pyes juve personalisht çfarë ju ka mësuar jeta në luftë? Dhe sa të ka ndryshuar vetë? Gjatë 30 viteve unë kam shërbyer në ushtri dhe kam pasur mundësinë që të shoh se si vendimet duhet të merren, se si vendimet duhet të merren kur je në terren, kur kam qenë në Liban apo kur kam qenë në Gadishullin Sinai apo kur kam qenë në Gazë, kam qenë personi i cili ka qenë asistenti kryesor i shefit të shtabit dhe është marrë me koordinimin e të gjitha operacioneve të inteligjencës dhe të marrëdhënieve me jashtë. Dhe kam qenë në qendër të vendimarrjes, kam qenë në kabinetin e ministrit të mbrojtjes dhe pikërisht këto pozicione më kanë dhënë edhe botkuptimin tim. Si të sigurohet Izraeli për të siguruar brezat që do të vinë. Ne jemi një kom që është përjashtuar nga toka e vet 4 herë, prej asirianëve, prej babilonasve, prej romakëve, prej muslimanëve, dhe pas u kthyen pas 2000 vitesh në tokën tonë, misioni ynë kryesor ka qenë që asnjëherë të mos përsëritet, që ne të garantojmë sigurinë tonë. Çfarë bëjmë ne në organizatën tonë? Ne kemi një vizion të qartë për të garantuar sigurinë për brezat që do të vinë, për të rinjt, për popullin e përgjithshëm, por gjithashtu duke punuar nga afër me kryeministrin, me ministrin e mbrojtjes dhe me ministrat të tjerë të qeverisë, gjithashtu edhe duke komunikuar me diplomatë. Cili është raporti me vdekjen e një personaliteti që e ka parë me sy nga radhat e të vetëve dhe nga të kundërshtarit? Ka parë vdekje në civil, ka parë vdekje në ushtar dhe e ka ndjerë vdekjen te këmbët e veta, ndoshta edhe për veten. Cili është raporti që keni me vdekjen? Kur shkon në fushë betej, kur udhëheq ushtarët në fushë betej, nuk e kohë të mendosh për veten. Duhet të mendosh për ushtarët, je i fokusuar tek misioni, mendon për familjen, mendon për fëmijët, mendon për atë dheun që ke lënë dhe je shumë i zënë dhe mënyra më e mirë për të trajtuar situatat e rrezikut dhe kur je në sulmin e zjarrit është të përqendrohesh tek misioni, tek njerëzit dhe të mos harrosh kurse kë po mbron. Dhe kërkon një shpirt të fortë dhe gjithashtu një lidhje me kauzën se pse po e bën këtë. Ne po edukojmë brezin e ri, ushtarët, që të kenë një lidhje të fortë me patriotismin, me adheun e tyre, me shërbimin ushtarak. Mos harrojmë se kemi vlera, kemi bindje dhe ne luftojmë sipas bindjeve tona. Dhe ne sot duam që ta realizojmë misionin dhe të shihemi nesër në pasqyrë dhe të themi që e arrita në mënyrën më të denjë dhe në mënyrën më profesionale. Unë ju falenderoj që ishit me ne në Top Story, na vlen shumë një analizë në vetë të parë e një personaliteti si ju që gjërat i thot me qartësi dhe jo me dilema,
Faleminderit edhe unë uroj të kemi rast sërish, ndoshta edhe tu kemi në Shqipëri dhe në vetë parë dhe diskutojmë drejt për drejt mbi gjëra të cilat janë jo vetëm luftë, por edhe zhvillim dhe shpresojmë që nga kjo të vi zhvillim. Faleminderit general për gjithçka që ndat me ne, ishte kënaqësi edhe koha juaj e vyer e shpresoj të rilidhemi sërish. Të shkojmë në një hapësirë publicitare, ju prezantoj të ftuarit e sotëm dhe do vijoj me disa materiale për sa i përket qasjeve, mundësive, ndasive mbi atë që po rrezikon sot globi. Shkojmë në hapësirë publicitare.